Se di nga njerë ka me janisë dhe me folë se ky radar e ka bërtit shumë trajtimin e fëmijëve që u bojnë familjet sociale. Ju e dini që radar në fakt ka lënë anash familjet me ndihmu të e pa që në ato familje ma shumë ka nevojë me u trajtu fëmijët se sa me ju dhonë ushqim prindve. Në fakt, këto familje me përjashtime sigurisht, por në shumë raste kur ne si radar kemi shku dhe kemi vizitu familje direkt, ne kemi pa trajtim as pak të mirë të fëmijëve që u bohet. Ju që jeni dëgjues të rregull të radarit e dini sa herë kemi bërtit dhe e dini pse kemi hek dorë nga vizitat e çdo muaj që ju kemi bë këtu në familjeve. Aty nuk trajtohet mirë fëmiu. Të hollat që i kemi dorëzu të këto familje shumë shpesh kanë shku në pije energjike, nëse ju kujtohet kur i kemi përmend. Familja në Pojat që e kemi përmend dhe që ai fëmiu pas disa vitesh që ne e kemi ndihmu ka ndru jetë. Maltretohen, bojnë shumë fëmijë, pra nuk është që gëzojnë moral familjet që janë me telashe financiare ose që janë edhe në listat e qendrave sociale. Tash kjo që doli dje, ne sigurisht e dim që ka edhe familje të tjera. Juve ju pa ta thënë se i keni në lagje ose i keni parë, por duhet i raportojmë. Ajo e djeshmja ishte... Këtu ka shumë pikpyetje në këtë rast. Janë kryesisht qashe në familjet që janë me vështirësi të mëdha financiare, është marrin 2-3 gra, bojnë fëmijë pa fund. Unë kujtoj një familje kur patëm shku, një burr i zhveshur në një organ që zgjohej as me na përshëndet, fëmijë të sëmur, patëm shku në barnatore, pra nuk është hera parë që ne shohim ose ndëgjojmë. Por ekzistonte mundësia me marrë të drejtën e fëmijëve, shteti dhe kujdesin e prindve që është shumë shqetësuese. Sinqerisht, nëse dilni në terren, lumë si ju që veç ndihmoni dhe nuk i takoni familjet. Unë pash mbrëm hiq ma larg, është një shtëpi përballë Ministrisë së Shëndetësisë, e pash një veturë, kish mbush veturën me plot ushqim, po nëse ju hyni te ajo familje, se ne kemi qenë vizitë ajo familje, ajo është në zonën më të mirë të komunës Prishtinës ajo shtëpi. Ajo shtëpi nuk hipet. Aty kur unë pa ta shku nuk kom taku familjarët, është dasht me i prit me ardh. Pra, ju duhet hulumtoni para se me ndihmoni familja. Jetojnë ata diku tjetër dhe mbajnë këtë shtëpi vetëm për ndihmë. A është e vërtet që gjendja aty në është po aq e rënd? Pse nuk e shesin atë pronë dhe me jetu, apo po presin për ma shumë banesa dhe jetojnë ato vështirësi? Të dy prindrit kanë qenë në gjendje shumë të mirë, shëndetësore. Pra edhe ka raste si këto kanë shumë pikpyetje. Ne kryesisht si radar kur ndihmojmë, pyesim policin, pyesim komunën, pyesim zotin e shtëpisë, pse nuk punojnë? Por në atë rast, nëse prind zgjedhin, vuajnë fëmijët. Dhe ne kur patëm shku te kjo familje e kemi vizitu, kemi xhiru, por në fakt nuk e kemi transmetu asnjëherë. Për këto arsye që po i them. Me pash një familje, aq shumë kishte ble ushqim dhe ju dorëzonin asaj shtëpie, thash ende që ka në këtë shtëpi kjo familje që është përballë Ministrisë së Shëndetësisë. Rasti rënd në Lipjan. Një fëmijë 5 vjeçar nga Lipjani është dërguar në emergjencën e QKUK-s për shkak të plagëve të rënda në të 2 shputat e këmbëve, si dhe në gjendje të rëndë shëndetësore sipas mjekëve për shkak të keq ushqyerjes. Radar ka marrë vesh se fëmia nuk ishte dërguar për muaj të tërë për mjekim. Pavarësisht nevojës dhe burrimet kanë thënë se gjendja në cilën ka mbritur fëmia në spital ka qenë e paparë më herët, shumë e rëndë. Policia e Kosovës ka arrestuar dje prindrit të fëmisë dhe pas intervistimit nga prokurori ata e dërguan mbajtje. Sipas prokurorisë, prindrit dyshohen për veprën penale, shkelja e detyrimeve familjare dhe lëndimi i rënd trupor. Për shkak të ndjeshmërisë së rastit, prokuroria nuk ka dhënë më shumë detaje në mënyrë që mos më u dëmtoj integriteti i hetimeve, po ka bërë ditun se do të kërkoj masën e paraburgimit.
QKUK-ja ndërkohë ka konfirmu për radar se mjekët kanë rekomandu hospitalizim urgjent në klinikën e pediatrisë kujdesit intenziv, me njerë pasi e kanë kontrolu fëmijën. Nga QKUK-ja thanë se pas pranimit në kujdesin intenziv pediatrik, fëmija i është nënshtru ekzaminimeve të plota, trajtimi intenziv i plagëve është duke vazhdu. Për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike në procesin e trajtimit, janë përfshi edhe psikologu, psikiatri i fëmijëve dhe punëtori social, me qëllim të vlerësimit dhe ofrimit të mbështetjes nevojshme psikosociale. Aktualisht fëmia ndodhet pa përcjellje nga prindërit apo kujdestar ligjor dhe është në mbikëqyrjen e vazhdueshme të stafit mjekësor dhe punëtorëve social në përputhje me procedurat për mbrojtjen dhe kujdesin ndaj fëmijëve në situata të tilla. Sipas kodit penal të Kosovës, kushdo që shkel detyrimet e tij ligjore, familjare, duke lënë në gjendje të rëndë antarin e familjes, i cili nuk është në gjendje të kujdeset për veten e tij, dënohet me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet. Sipas kodit penal, kur vepra penale ka të bëjë me fëmijën, kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Radar ka mësuar se personat që janë para burgim kanë 7 fëmijë. Për rastin ka reaguar edhe Ministria për Punë dhe Familje, duke kërkuar nga Inspektorati për Shërbimet Sociale dhe Familjare të fillojë me urgjencë hetimin institucional lidhur me trajtimin e këtij rasti nga Qendra për Punë Sociale në Lipjan, në mënyrë që të verifikohet nëse janë zbatuar të gjitha procedurat për mbrojtjen e fëmijëve dhe parandalimin. Nuk do të përmendim emra apo lagje, por do të dëgjojmë rrëfimin e një familjareje të këtyre fëmijëve, sa gjatë fëmijët kanë probleme, ku ishin institucionet, si u dërgua fëmija në spital. Mirë se na erdhën në radar. Mirë se ju gjeta. Ju keni qenë mbrëmë e njëjta edhe tek Kosova, me sa e di, apo? Po. Me vjen shumë keq për rastin që ka ndodhur në familjen tuaj. Gjithashtu edhe në një keqardhje që jam e plekt në këtë rast. Jam shumë në gjendje dhe të ranë për tonë që trupi është të modrit, se si për shtunës nuk jam mirë, kur e kum po atë rast se non jam vetë. Ju jeni gruaja e Agjës fëmijët? Po. Gruaja e Agjës, a jeni afër me shtëpi? Jo, unë jam në qytet e ajo është në katon. Ti burrin e ke? Po. E ke burrin. Edhe burri edhe ju keni qenë her pas here të kjo familje? Unë dhe në Qardan ku mjetu dhe dikon vitin 2020. Edhe tani jena ardhë këtë në qytet. U mur vesh që zonja ka probleme mendore, po kuna aty është mirë me shëndetin mendor? Për ato nuk me thonë se nuk jem, për shembull që... Jo si doktor, mos më thuaj si doktor, po kështu si reagim, si sjellje. Si sjellje, më me thonë që është dash ashtu i smut. S'po di çish më të thonë. Nuk është ashtu në gjendje të rëndë. 7 fëmijë ka vetëm me një grua? Po. Me një grua ka 7 fëmijë? Po, me një grua. Sa është fëmiu më i madh? 14, i bën 14, se hala nuk i po. Këta fëmijë të mëdhaj janë rritë në këtë frymë, i kanë pa gjitha këto skena? Po, 7 fëmijë, që ma të vuglin e ka rrët 2 vjetë në ashta të i bo, se i ka bo, nuk të di sakt. Dhe asnjëherë nuk ju kanë thirrë në telefon me kërku pak ndihmë apo? Jo. Fëmijët? Jo. Sa shpesh ju i keni vizitu e dashur? Unë i kom provë në për vjen me nëndë vetë, por du më thonë që në për qytet këto i kom provë fëmijën e mëdhej, edhe kur jem shkuan në ashtan rrallë jem shku se për shkak që edhe unë kom fëmijë vetë, edhe nuk kom mujtë në ashtu me shku shpesh, edhe i kom provë fëmijën, po të këta të voglit, as të njëvë nuk i kom provë. Në ashta dhe një ndollë, por kur kom qëllu unë nuk i kom po. Qfar të dha të shkoje? Të shtunën ti ke shkua, po? Po, në shtunën kom shku, po nuk e di, nuk di që është me ta spjegu këtë sen, që veç kena shku, gjithë ditë kena nejtën, a gjën i qita pak edhe të njën të shkajtë shkujna.
po në akshëm, tash edhem me shkuan, burri ezitej me shku, po ajtë që po shkoj, edhem në ajtërëm telefon që po vina pak. Edhe kur u shkuan, baba i fëmijëve nuk i shkon në shtëpi, ta hajde, po nuk i shkon në shtëpi. Edhe aty i shkon veç gruaja. E tani unë smujta, tash hajtë pa shku se la, del ku del. Edhe kur shkova atë, nalt një dhumë që e kanë, unë drejt aty, edhe menova se janë të najtë nalt, që s'pedita shtiku për rejnë, që i më rojnë, edhe poshtë e kanë salonin, e unë i keni parë, edhe në fëmija të full, edhe e qela derën, po fëmija nuk deshin në ndonë mrena. Kush nuk të linë të brenda? Fëmija. A fëmit e mdhej nuk të lishin, ata e dishin që e kanë vllaun në atë gjendje? Po nuk e di se ata fëmija një qik që e kanë në 14 vjetë, nuk e di sakt, mund të një pas 12 që është të dyqysh. Ajo edhe u kujdes për ata fëmijë, edhe non-stop që kanë thonë që ajo qik non-stop i ka, edhe kom po me sytë me të i marë fëmijën, për shambull, kur kam blej diçka, ose edhe tash, edhe në përdu tash veç pak një, po edhe aty kur une edhe në dyshova që së mleshin me hi, tash edhe më s'ka diçka. Edhe në nëzë që hina atë e posh djallin, i shkon përstet, edhe në duar, përse edhe i shterë atë, nuk më ishe me to. Tash që ka djalli, ta ku gjo. Ta vetërën që shtë. Edhe jena dojë se i shkon dhe që e gruja në atë vetit që nuk është mirë, aja mundet me tonë gjithë shka. Unë e kisha burrin atë, dhe unë të qa që edhe se policien e kanë veç me kapucy rrugën. Ato për dalë, edhe thash edhe më për njët në i sen, po të të në i sen se që e ditë shëndetin e sajnaj, edhe thash në ashta djalli është në zajk, se u doke shumë në zajk, po me prek nuk më isha me prek se aja qika isha ato, edhe të isha po më thoi në i sen, edhe ato këm dalë, kena ecë, i kom thonë burrit tash qysh me ja boksoj punët, se unë nuk e disha sak që ka ky djallë diçka rënë. Se unë përkom nuk kom dishue, se nuk e kom ditë se i shterë, edhe pika lavlak ato nuk më i kemo, nuk reagoj ke as djalli, as po adena me kajta, apo diçka s'po di qysh më ta spjegue këtë rast, edhe pa isha shumë i qetë djalli, dhe se edhe në emergjencë u konë shumë i qetë, edhe rrugës u konë shumë i qetë, as ka kajt, as kur gjëhe që s'po di që është me ta spjegu këtë rast, u konë shumë rast, ma i ranë që të vjeti kam kur kësi rast i s'komije. Ti ishe në shtëpi, dole prej shtëpis pa e pa mirë, po çfarë ndodhi tutje? Atë kur dullëm, i thash tash, a mundet me pështu këtë djallë që e po tash shumë zajt, edhe në ishkon qashtu pështet tash, më thanë që edhe në qike atyne ta 50 euro, nëse një jetë mund është me hi me po djallin, edhe aty më lindi dyshimi shumë i madhë. Edhe me një herë e kena thirën, ta qepetirit, ta motrën, edhe me ardhë me vizitu edhe në ma, se ajo ka shku nashta spedisi god, edhe ta shko këqyre thash, edhe veç edhe me merë informata, se është, a ka që i djallë diqka, ta se nuk u do kënë tërë kur gjo. Ti po i thu burrit? Ta djallë shumë i qetë, po burrit më rëmeton kunatës. Edhe aty e kena thirë ta një kunatën, ta nesër kësmet ta shku ta nuk e la. Ta shte me pridin të hanën, e mja kalzuën qendrës këtë rast. Edhe tash ku me dita mundet me qimru kjo fëmijë, se të e pas parasysh unë nuk e disha që është në gjendje shumë të keqe, se nuk reagoj ke djalli, as nuk e gjeta të kajt, as kur gjoheq, edhe të isha me thirë policien ato për ato, të isha po edhe me konë krejt në regull, të isha nashta është i në zajpë, se vestyrën, edhe në konë nuk ja kumë prejk as duhet, as kur gjo se s'lejshin të mija, tash me bo me qumë policia në i sen, po kom probleme tani une,
të shadjen, nështë nuk ka kur gjo veç... Pra, ju dalët dhe ti po i thu burrit më shku edhe një herë të familja më marrë me vllaun e vetë? Qysh edhe një herë të... Ju dalët prej shtëpisë dhe i tha burrit me u kthy prap në shtëpi me e taku vllaun. Jo se vllavi s'katu, se na 2 herë e thirrën në telefon, që na po vina, ka po, tha hajde, edhe... Kush e raportoj? Kur e raportuat? Po, e tani, kjo motra, kjo holla e fëmijës, thashte, unë ta shkoj, dhe shkoj adem kështu pa lajmëru. Pa e ditë kur gjo, pa ta përmen emnin, se adem mundët kjo gruja me reagu, më shku në polici, me na akuzu pa kur gjo, edhe se kjo është e njotën edhe për policinë, edhe për qendrë për punë sociale, e dinë rëfonat, po janë në lajtë, nuk du ato probleme me i kalzu, edhe atë jo ka odhën djelën, edhe kur ka odhën djelën, ka thonë një herë, e i ka po fëmijën, ka thonë a bën me marë djallin për me shkuën dhe analiza me abo, se dhe ato, qysh me informacionet të sajnë, se nuk jem konë atë, edhe ato i kishën pas thonë që s'kishën pas dosht me lanë që fëmija, edhe i ka thonë, hajtë, edhe në veç që qejtë e mirë, ku kështon se veç që i korrem që shtu edhe shumë djallin zajt, edhe veç një analizë një abo. Edhe atë e ka kopë djallin edhe djalli i asoj punatës, edhe ka prunë emergjencë, emergjencë ka thirë, emergjencë me njerë ja kishtë vonë për Prishtinë. Veç ja kishtë lidhë kontë edhe për Prishtinë drejtë. Edhe kena qumë Prishtinë atë u konë djalli shumë i qetë, e din edhe mjekë, as ka kojtë ka pastru, as ka kur pa reagimi sa posën ftyrën e tinaj. Ja kanë gjitu në infuzionat, jem mjek dëshmitar. Po, une jem konë pasha zotin e madhë, jem konë shumë kesh me... Komuna prej nga veni ju, thonë që ky kunat yt ka 12 fëmijë, o 7. Jo, gabim është. Me tjetër kanë e ka... shmanën vllaznin ata. Kush ka probleme mendore në familje, më falë që po të pës? Por kanë të tu? Në gjithë rrethin familjar. Ka probleme mendore, ka që familje. Gruja tina, që për burë nuk me thonë se nuk kom informacione që janë kom për shamull në për mjek, apo diqka. A për grue e kanë di qysh në vitin 2021. Ku është punëtori social në gjithë këtë muhabet që përbojmë na? Po, punëtori social që unë po ta spjegoj, unë të e posë parasysh këtë pas problemi, unë edhe kom reague, janë ato që zdojnë me pranuar shkrejt i tërsan, unë kom reague në social, edhe din mardhonjë të unë a shumë mirë, edhe i kom thonë, edhe kom vetë për të mi ka thonë që në privatsin të huj, nuk i nevoj me folë për privatsin të huj, edhe na jena, për që të punë jena, për ndojtjen e të mive jena, edhe ato shkom gëgjot me ndërhy. Sa vlezër janë këta? Këta janë 5. 5. Po cili vlla tjetër ka 12 fëmijë? Vllavi madh. A sillet ai mirë me fëmijë? Unë jam tash në qytet, nëse kish pas mundësi, mos me full për tjetër kanë. E qartë. Është e qartë. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Uroj me u bë mirë për familjen edhe fëmijët që i keni në familje. Ti pash me jetë gjatë fëmijët e tu. Faleminderit shumë, vetë edhe një sa ndoshta me shtu. Unë gjithë njësë nga për vetit jo me zollë që tërkon. Ma shpori për njësë nga për vetit që me qender, unë nuk kom këpar që shme honën, nuk vim vizita për shembol, edhe e kom që ashtu par lidhjen për me qender, po asë njëherë nuk vim me vizitu, unë qendrën e kom bolë. Edhe për që ta jam e bim dhe për vetit, që asë njëherë që e morë prasysh në të konë në familje, e po që ata po tonë që unë jam e bimne që ata nuk jenë konë, nuk jenë konë për sa kohë është këtë gjallë në këtë gjendje.
Do ta kontaktojmë tash direkt edhe qendrën për punë sociale. Faleminderit shumë për juve. T'lutem fal për krejt çka din. Jo te na në radio se s'ke nevojë, po bëje në institucionet tona hatri aty në fëmijëve. Unë e di se ti din më shumë se sa kaq. Po. Bëje t'lutem për hatrin e fëmijëve. Dëm, unë jam shumë e ngarkume. Unë edhe ja kom spjeguar në asoj punëturës t'juve, dy kolegës t'juve që të mëjnë e thonë, ja kom spjeguar dje në privatësi. Edhe e din ajo shumë mirë, si që ako mujtë me thonë që nuk po mëjnë me pull hapë azin në publik. Edhe pse në ashta dalë shumë e keqe. Ti po mbron fëmijë. Po, dalë shumë e keqe me këta njerëz, që unë dje këmë reaguar dhe qendër edhe pa dje. Edhe zdi asë që jam shumë për atë fëmijë, jo për atë fëmijë, për E dashur, fillimisht i ke shpëtu jetën ati fëmiju që sot është që kukë. Nisu prej kësaj që ti me të vërtet ke shpëtu një jetë. E dyta, ti mund të shpëtosh edhe të tjerë, por duhet të flasësh. Jo këtu, por të vendi. Po, nuk po mori në dhe për asyshte, unë me se di, qendra që qendër duhet kur e kini shtetësim, duhet me ardhë në njëherë atë familje me vizitu. Edhe me qyrku është për problemi, edhe me i shkue. E jo t'i shkënë në qendër, edhe ta bojnë që nuk jena ku e kena një rast. Më falë veç pak, a i kemi në lidhje direkte, qendrën për punë sociale? Po presim me u lajmëru që ta flasim të trija bashk këtë situatën. Ti ke përballë zyrën e telefon t'juj, mesazh që po e thrasim ose Viber. Ti e ke përballë tha qendrën për punë sociale? Po, e përballë e kam. Që është zyre lidhet me komunën e Prishtinës? Jo. Mirë, ajo qendra për punë sociale që e ke përballë shtëpisë. Po. Kur ke shku, s'kan shprej asë një interesim, kanë qenë me raste tjera atë u marë. Po, jam shkuar për veti, diçka e kom pas një pashqetësimi, jo që kam probleme këtu. Po du me vonën, ja kom shqeku kolegës tone, edhe aja din mas njëti, edhe s'po mëj me pull këtu në publik. Po është problemi që jam shkuar, so herë e shqetësume jam shku, parasysh nuk më kanë të marë, e din ata raste shumë mirë. Okej. Edhe mos më nëhen tani me gju, dikun kus ku një njeri nuk ka puq. Që jam gjodh me këto probleme. E mos dje puna deri në këtë gjendje që një fëmijë me vujtë të njëtën. Zonjën Makfirete Shamolli kemi në lidhjen tjetër telefonike, që është drejtoresh në qendrën për punë sociale në komunë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Zonja Makfirete. Përshëndetje, zonja Makfirete, jam Edita Doli prej Radio Dukagjinit, jemi në Radar Live. Po, Edita, në falemderit për kontroften. Si e? Mirë, falemderit. Po jo si jene. Ne të shqetësuar shumë për rastin e djeshëm. Emisionet rastëve që i trajtane ka herë dhe më thonë të ndjeshme dhe si pjesë dhe më thonë e shoqërisë në nevojë. Ne kemi në linjën tjetër telefonike, zonjën e familjes që raportoj është marrë me rastin. Ajo thot se disa herë ka qenë në qendrën për punë sociale, është shqetësuar me lajmëru e raportu për këtë familje, por nuk ka pas reagim. Ndërrume, unë tash jam në linja telefonike, nuk kam qenë gjatë gjithë kohës drejt për drejt me përcjell intervistën edhe një referu dhe më thonë në linje me konë është zhvillu dhe më thonë intervista, mirë po njëjtë sigur jo edhe unë dhe më thonë ndoj mendime që është një rast të jetë ndjeshëm. Fillimisht dhe më thonë ju falenderoj për interesimin edhe rolin e juaj, pasi që përmes juaj dhe më thonë në këtë rast përmes mediumit juaj dhe mediumave tjera për cilët fjolla
tek publiko lidhur me detyrimet prindërore dhe kur ato dështojnë, domethënë vjen pyetja përgjegjësia institucionale për plotësimin e shërbimeve, e që kjo domethënë që punë që po bëni jo, domethënë në të njëjtën kohë vjen e pyetja domethënë edhe në pjesën e detyrimeve, si pjesë domethënë e vëdësimit të popullatës, po të njëjtën kohë edhe të përgjegjësive institucionale që në të njëjtën kohë publiko domethënë e ka mundësinë të jo vetëm për rastin e ndjeshëm, po të kuptoj domethënë rolin edhe institucional, po edhe detyrimet prindërore dhe kur ato dështojnë, realisht si organizohet edhe via pjesa e përgjegjësisë institucionale në këtë rast. Ne si institucion normalisht ndesim të përkushtuar për mi përmbush obligimet tona. M'fal, zonja Shamolli, këto janë e zakonshmja e të folunit si kur shabloni, unë jam të folë konkretisht se qendra për punë sociale këtu ka dështu. Një profesionale dhe transparente. Lutem të flasim ma konkret, se kemi një rast që nuk është përcjell nga qendra juaj. Na mundemi me respektu shumë një tjetrin, por kemi një fëmijë që po të vizitohej do shihej në mirë të marrin përgjegjësi për pozicionet që ju kemi thonë po. Rasti është shokus dhe jo vetëm kë. Brenda asaj familje ka edhe të tjera. Rastin në momentin a i lihet fëmija një familje që ka me probleme mendore me urrit? Lutem, ne nuk mund të flasim se përgjegjësit i marrin institucionet, në rastin konkret nuk keni marrë. Pikërisht, domethënë në rastin konkret, në momentin që është konsideruar që paraqet rrezik për integritetin dhe personalitetin e fëmijëve, për mirëqenien e tyre, punëtor social ka ndërmarrë masa, domethënë emergjente për largimin e përkohshëm të fëmijëve. Kjo ka ndodhur domethënë gjatë të kohës së kujdestarisë dhe është nështruar domethënë vlerësimit multidisiplinar për interesin më të mirë të fëmijëve, që realisht ata tash janë në mbrojtje domethënë. Jo tash është vonë, unë ju kam thirrë sonte sot me kuptu ku ishit para se të bëhej vonë. Në aspektin e sigurisë institucionale dhe juridike rasti është referuar dhe është në trajtim nga organet kompetente të drejtësisë, që përse normalisht shëmbetet e përkushtuara për bashkëpunim të plotë ndër institucional. Normalisht domethënë jemi me një fazë ku rasti është edhe pjesë hetimeve, për mos micenut ka hetime, qendra për punë sociale bën të ofroj vetëm ato drona, domethënë që janë relevante dhe të përgjithshme për publikun, në të kundërtën për informacione tjera mund t'i drejtoheni organeve për Zonja Shamolli, është në përgjithësi tuaja dhe ju jeni institucion publik, unë kam të drejtë pyes, kur keni qenë herën e fundit që e keni vizitu këtë familje? Po, ne të më thonë si institucion, po veç se jam në linja telefonike drejt për drejt me. Ne si institucion realisht e kemi një plan shërbimit, ku zëvar social, dhe më thonë e bëjmë planin e shërbimit, në ka shi nevojave, dhe më thonë, që i vlerësojnë për realizimin e vizitave dhe po besoj, dhe më thonë që dosja i kohë të gjitha dhe më thonë vizitat të cilat janë realizu në postë planit në zërtori. Kur ka qenë? I fundit që e keni vizitu familje? Kjo pjesë dhe më thonë i përket zërtori social, po jam e sigur që dhe më thonë ata e ka një plan shërbimit. Ju jeni drejtoresha ati punëtorit, apo? Pikërisht jam drejtoresha ati punëtorit. Pra, kur ka qenë ky personi punëtori juj? Përgjithësi dhe më thonë individuale. Jo, absolutisht. Ju merrni përgjithësinë edhe të stafit derisa jeni drejtoresh. Me tash me thonë konkretisht, dhe me thonë data të shumta ato që Zonja Shamolli, normalisht dhe me thonë bazë, dhe me thonë vlerësimit të nevojës dhe rrezikut. E dashur, më fal, lutem. Kur merrni pozitën e drejtoreshës, duhet me të vërtetë ta kuptoni drejt çfarë peshe të rënd me pozitën dhe t'jep një përgjësi edhe për punëtorët. Vetëm një pyetje po kërkoj, një përgjigje. Kur ka qenë vizita juaj e fundit në këtë familje? Që të takon na japësh një
një informacion. Ne s'mund ndjekim punëtor tuaj, ne flasim atë që i përfaqëson. Unë veç e vash në më thonë një detaj që lënda dhe më thonë është pjesë e ndjekjes ligjore dhe pjesa dhe më thonë e vizitave dhe gjitha gjërave të cilat Mos përgjigja juaj në lëndë janë pjesë dhe më thonë institucioneve relevante të cilat mirën direkt dhe më thonë me pasqyrën e lëndës. Jemi në një kohë ku flasim konkret dhe nuk flasim në fjalorin e... Përosin në fjallë për fundë dhe më thonë ndjeshmërisë dhe pjesë që dhe neve dhe më thonë si punëtor social na ka vonë dhe më thonë në një situatë emocionale, realisht ne dhe më thonë i kemi marrë veprimet emergjente të drejt për drejta dhe fëmijët dhe më thonë tash janë në një ambient tjetër, jemi në korrespondencë dhe më thonë edhe me institucionet relevante, se shëndetësore të ndjekjes ligjore, po ashtu edhe me pjesën e stërvimit tyre, jemi duke bërë, më thonë të më në... Mirë, e morët vesh dje rastin, u bë e madhe, doli në publik, në media pa... Rasti është që 2 ditë, nuk po, para 2 dite, okej, cili ishte hapi ju i parë që ndërmorët? Ndërru me hapi ju një parë është, ne kemi intervenu... Me një keqardhje. Pas intervenimit në polici, dhe më thonë është bërë vlerësimi për largimin e fëmijëve. Pas largimit të fëmijëve, do të thonë është bërë strehimi i tyre. Pas strehimi i tyre është pasur kujtimi. Jo, këto janë bërë për shkak edhe të zonit madh që u bë edhe mediatik që do duhej ju ta kishit në kujdes. Ndërrume janë procedura ligjore. Unë për referu në mandatit tem. Nuk kam unë mandat, do të thonë thjesht intervista të cilat do të thonë nuk korrespondojnë me punën temë. Po ju nuk po përgjigjeni as në atë që korrespondon me ju, po pyes kur ka qenë vizita e fundit e qendrës për punë sociale në këtë familje? Rastin nuk është sot, do të thonë zyrtar sociale kanë rastin ndër vite dhe pikërisht dhe ju e keni lënë në gjendje të tillë. Pikërisht këto po dua ta them edhe besoj do të thonë që këto janë të gjitha gjuhët në lëndë për punën që është realizuar, sepse ato mbojnë edhe onë protokollore dhe çdo gjë do të thonë faktuar të dokumentuar, por janë pjesë e institucionit, për pjesën tjetër do të thonë çka kemi ofruar ne si institucion përmes zyrtarëve social, veç unë e potencova dhe me thonë që kemi bërë largimin e fëmijëve në momentin kur e kemi pasur që ekziston rrezik për një. Jo, kjo pjesa tjetër na takon neve edhe institucioneve tjera. Ju deri në para 2 ditësh jeni dashur me u kujdes, zonja Shamolli. Unë po besoj që unë veç të kam thirrë me fol për të kalumen sa çush e keni trajtuar. Unë nuk i referova emisionin drejt për drejt, nuk e kom përcjell se kam obligime të më thonë zire. Jam ty e po. Faleminderit zonja Shamolli, mos t'ju marr më shumë kohë atë. Jo, absolut, se unë një orë diçka kom prit, do të thonë për këtë intervistë për arsye të korrekcisë institucionale dhe të korrekcisë, do të thonë individuale si përgjegjëse e këtij institucioni. Dhe unë e gatshëm jam me diskutu mirë, po në parë nuk po më jepni asnjë informacion që është trajtuar kjo familje para se më u bë publike. Po realisht po tham që domethënë më fal veç pak, e komentaren e familjes në linjë telefonike që po dëshiron diçka me fol. Po e dashur? A më nesuni pyetje këtu? Zonja Shamolli, veç pak lutem se kam një pyetje. Po? E kam një pyetje, nëse shkon një qytetar i shqetësuar për një çfarë do lloj pune, a duhet ata më marrë me çat rast? Apo me thonë që na kena tjera probleme edhe jena të mirë me tjera raste, shko njëri e shqetësuar edhe nuk e shqetësojnë e qesin për kontrollove mazi, apo mundësi edhe tojnë që nëse ti insiston në nësëp me fol, ajo thotë unë e tjeri policien. Ju, a keni emra me cilët punëtor jeni taku? Sidomos me këto farë drejtoreshën. Ju jeni taku personalisht me drejtoreshën që po flasun? Po, me drejtoreshën, pja di emnin edhe një kështu fizikisht edhe krejt, se unë e pash që bol për bol jena me qendër. Edhe? Shkon e shqetësume, që ata doshta mja bu një pyetje, shkon njeri e shqetësume, e ka nevoj me zgjidh një problem, edhe ato të nuk jena kull më marrë me këtë rast, të të jenë dhe raste matrona tjera, edhe nuk gjojnë ku, shkon tani masanina, ja pete kërkën qatë në zinë për tyne, të nuk jena mundësi.
Nuk kena mundësi, thot, hajde mas 2-3 vite ose 1 javë ose 2 javë. Thot se kena, për shembull, mundet në thonë që e kena në pushimat kryesorën e anina e knina e, thot, hajde mas qësoj date, mas qësoj dite. Kur unë e përgjizje sakt për tyne marë nuk këm, po blikisht e thëmë këtë rast, se mos të më shefëm të sene, si drejtërish e qendrës për punë sociale, aje lu një rëllë kërgja si të rëndësishëm. Edhe jam shkuën e shumë e shtetsu me atë, edhe kur parasysh marë së më ka. Nuk e di one me këtë farë qendre se qysh mu marë, kur ka nevoja, kur është për shembull pyetje të fëmija. Zonja Shamolli? Nuk po di mu përgjigj, nuk po kam fjallë, nashta po shprejhen a keq. Zonja Shamolli, a e keni taku, a e keni pas të ankesa vazhdimisht brenda qendrës? Nderume, a mund të marrë fjallën? Po. Sigurisht personin e fjallë dhe më thanë është jasën një familjes, në bazë zonit nuk do të që one jam shumë e mëshme me identifiku, me ndërlidhi punën edhe me institucionin, po besoj që institucioni ka hierarkinë e vetë dhe cili e ka mandatën e vetë për çështjet e caktuara, çdo shërbim që mirë të bëhet përmes një plani shërbimit edhe jo gjithë dhe më thonë mund dolin jashtë planeve të shërbimit, nëse dhe më thonë plani shërbimit do të më kërku mund të shu atëhere normalisht që në bashkëpunim dhe më thonë me palë të interesi që zhvillohet në thonë një procedurë në brendshme, kështu që për me hjeka dilemen që këtu dhe më thonë nuk ka pritje dhe nuk korrespondon dhe më thonë Zonja po thot që juve ju ka taku direkt disa herë dhe ju nuk keni pas kohë ose i keni pas punëtor të pushim? Me jumin të një obligim për ndryshe po besoj që po jam gjithë argumentit për punën që bëhet është një institucion që e bani punë shumë të madhe. Po shihet, kjo po shihet, nuk është momenti për me e thonë ju. Më vjen shumë keq. Une nuk do të hezitoja fare me ju duar trokit, sa i here komplet ka dështu kjo sistemi ju, vjen keq. Më vjen shumë keq, kur preket një fëmijë deri në këtë situatë dhe nuk marrim asnjë përgjigje konkrete, ne nuk mund të duar trokasim për punën e mirë të qendrës. Jemi real dhe konkret para njëri tjetrit. Jellone cita dikon 1 orë 10 minuta për jetën pa. Po shoh që e ke pak problem pritjen, më vjen shumë keq për kohën që të mora zonja Shamolli, miru pafshim. Zërtojmë nga institucionet mafiosa që janë të pranishëm në inspektim, janë të pranishëm në lutem se ke edhe fëmijë tjerë në këtë familje që po maltretohen nisni punëtorët atje. Kemi njerëz afër asaj zone që lajmërojnë që po besoj ju e dini para nesh. Për publikun. Për me zhvillu një intervist, do të shumë e një punën e institucionit. Nëse do në me zonë përgjigje publike edhe me kuptu popullata, unë jam duke u mundu. Nëse kërkohet dhe me thonë më bo një ekspertizë dhe inspektim, janë organet gjithë. Po, mësë po kërkoj ekspertizë, për pas saj keni qëndrua për familjes që e keni dita shë 2 vjetë se ka nevoj. Faleminderit. Miru pafshim, ishte shumë knaci zonja Shamolli. Faleminderit edhe ty që i takon kësaj familje e dashur që s'po mund të të përmend emrin, më vjen shumë keq. Faleminderit shumë, unë ju kisha thonë që drejtësia do të shkojnë në vend, ku duhet. Po tash po. Tash po, përgjithsesi tu e marrë parasysh gjendjen tem emocionale, edhe shumë e brekt në këtë rast. Se unë po shoh shumë njerëz që mundën të thonë se si keni ofruar ndihmë asaj familje. Jo vetëm asaj familje, po ka edhe familje për shembull tjera që nashta që tash i qelin sytë dhe shkojnë në për të vende ku bashku duhet, unë e kom pas shumë... A maltretohen fëmijë të tjerë në familjen e juaj e dashur? Për familje tem personal... Jo, për familje ma gjante të ju. Nuk di se unë jem këtash në qytet, nuk di, nuk mëj me thonë një sen që asë se kom po. Okay. E kështu që për momentet qka mëj me një, mëj social që shtash, edhe që shtash në sy, edhe që shkom pasu në kontakte me qendër për punë sociale, edhe çdo fjalë e jamja nuk u shku atë në vendin e duhur, ku duhet me shkue, edhe ku tash edhe ma herët, se nuk po mëj mu shprej, se mu ka jom... Në rregull është. Në rregull s'po ju mundoj më shumë. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Shpresoj shumë ai fëmijë i vogël që është ÇKUK me fillu me marr veten.
Edhe na me fillu me kuptu që kur e marrim një pozitë s'kemi marrë kariken, po kemi marrë shumë përgjithësi mbi supe që du t'ju rrim gati. Edhe mu njëjtin sen mu ka thonë pej qendrës për punë sociale, edhe unë aton maksimumin e kom bo ato temën sa kom pas mundësi me shpirt kom luftue. E për që ata jam këtë gjendje shumë e ngarkume, që kam edhe dikën tjetër që më ka thonë ruje vetën, se për tej vetës nuk mundesh çka s'mundesh me bo, nuk mundesh me bo. Edhe ku mundu gjithë çka me bo, veç me po fëmijë mirë. Edhe e din edhe më njofti shumë mirë kush jam, edhe që jam njëherë nuk u morë me rastet të tilla. Faleminderit, miru pafshim. Faleminderit edhe për juve, shumë u bëft më e mira për ju, çdo të mirë. Faleminderit.